Në zonën e Përmetit, përgatitja e glikos së arrës mbetet një nga traditat më të ruajtura dhe të çmuara të kuzhinës vendase. Ky proces kërkon shumë kujdes dhe durim, pasi konsiderohet ndër më të vështirët për t'u realizuar. Neve sa filluam glikon e arrës. Sot e solli fermeri, ku kjo arë është arë e vjetër, është arë shekullore, ku mlidhet në formale dhe nuk është arë e kultivuar, vetëm arë e vjetër bëhet glikon. Procesi më i vështirë dhe më i lodhur është i arrës. Sidomos prerje në pjesa ku i futet bajame, duhet ta presim sa më bukur që kur i futet dhe pjesën e bajames ka lezetin e saj ara. Ne presim, e shpojmë me gjyrpyr dhe e hedhim në ujë dhe lëm afro 13 ditë që t'i dali hidërimi, sepse kjo ka një hidërim e konsideroj arën si një proces shumë të lodhshëm, po dhe shumë i kërkuar. Flasim në anën e bërjes arës, sepse duhet ta dish si ta bësh, edhe prodhojmë për shembull 20 kuintal arë në vit. Nëse neve, ky 20 kuintal që si vjet, ecën, ne jemi duke u rritur. Flasim për vitet që vijnë. Ne kemi arritur që kemi edhe 15 vjet për shembull, si vjet është kërkesa më e madhe, sepse po hapen bujtina. Me rritjen e turizmit në zonën e Përmetit është shtuar edhe kërkesa për produkte tradicionale. Punishtet lokale janë detyruar të rrisin kapacitetin për të përballuar kërkesat, duke u kthyer në burim punësimi për shumë gra të zonës. Dhe ne në sezonin e arës marrim punëtor sepse ka shumë proces. Dhe një grua më të qëroj në ditë për shembull fjalë që 8-9 kg, se më shumë ka rin dot, sepse do ta marrë shumë holl, se qërimi i jep atë lezetin e arës. Po ne si gra që përmetare kemi pasur dhe traditë, se kjo glikoja ka qenë tradita e Përmetit, jemi munduar, kemi ardhur, vim këtu që punojmë, është e vështirë, se është edhe mosha, që edhe unë kam dhe një mosh pak më të kaluar, po e kemi dhe si tradite, nuk krim dot në shtëpi dhe do më vim të punojmë. Çdo gliko ka vështirësinë dhe lehtësinë e saj. Pak më e vështirë është glikoja e arës, po këtu ne prodhojmë shalkinin, portokallin, limonin, arën, fikun e egër, domaten, po që nuk janë dhe shumë të vështira. Në Përmet, tradita nuk është vetëm pjesës së kaluarës, por edhe një mënyrë për të ndërtuar të ardhmen. Glikoja e arrës mbetet simboli kujdesit dhe dashurisë për kulinarinë tradicionale.